Shqipëria në rrugën e integrimit, si e shikon 2026-ën? Kemi dy Shqipëri për mua. Ato në letra? Një është ajo e medias, e mikrofonit, e show, e vajtja ardhjeve të Brukselit. Një është ajo që ne kemi në realitet. Dhe jam munduar dhe dje, kthehesha nga diku dhe në makinë bashkë me disa njerëz të tjerë, i pyeta, thash, nuk e di se kemi hapur shumë kapituj, a ka ndonjë ndryshim jeta juaj? Pra, ku e ndjeni ju tashmë ndryshe? Dhe po mundoheshin të më kthejnë një përgjigje dhe nuk arritën dot. Dhe mendoj që nëse ne nuk dim të kthejmë një përgjigje të tillë, nuk dim të themi nëse diçka po ndryshon në këtë të përditshmen tonë, në standardet e jetesës, apo dhe në sektor kyç të zhvillimit vendit, ky pastaj është ajo pamja që ka Shqipëria edhe në kuadër të procesit integrimit. Duhet kishim filluar ne ta ndjenim që në momentin e hapjes së kapitujve apo kur përfundojnë? E para do duhet ishim të informuar të paktën, dhe të kishim një njohuri bazë që çfarë është duke ndodhur, ku jemi dhe çfarë na prek nga gjithë ky proces. Dhe më pas, patjetër që do të fillonim edhe të ndjenim një lloj ndryshimi. Mendoj që jemi shumë pas, unë gjithmonë kam menduar edhe atëherë kur drejtoja vetë Ministrinë e Integrimit që edhe kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ne do të jemi shumë mbrapa dhe do na duhet shumë punë që të arrijmë disa standarde që do doja unë të kishim për tu përballur me të gjitha sfidat që do të sjelli e ardhmja. Nuk kemi për shkak të historisë, nuk kemi për shkak të gjithë tensioneve politike, pengesave që ne shpeshherë i bëjmë njëri tjetrit në politikë, dhe tani po kthem po flas pak më shumë edhe si ish politikane, se sot nuk jam më. Do doja të kishim një Shqipëri ndryshe, një politikë e cila të paktën dialogon për disa interesa kombëtare. Ne këtë nuk e kemi. Ne një politikë kombëtare na mungon. Një politikë kombëtare ku të gjithë bëhemi bashkë për një çështje madhore. Pastaj patjetër që ka argumenta të ndryshme, dikush është kundër, dikush mund të propozojë diçka, nuk ka rëndësi, ajo është pjesë e tryezës dhe e dialogut, por ne duhet bëhemi bashkë për një prioritet madhor kombëtar, gjë të cilën nuk e kemi. Qoftë ky proces integrimit evropian, qoftë ky zhvillimi ekonomik i vendit, ende nuk kemi një platformë caktuar, dim ku jemi, ku po shkojmë. Dhe uroj shumë që 2026 në radhë të parë të sjellë një lloj stabiliteti politik ndryshe, sepse pamja me cilën ne po e mbyllim 2025-ën nuk është e bukur. Mesazhi që ne po japim është e një Shqipërie që vazhdon ende të mbetet në një tranzicion shumë të thellë dhe me një demokraci shumë të brisht. Si ndjesh që je jashtë politikës tashmë? Në anën personale, unë jam shumë më e qetë, patjetër, unë jam shumë më pranë familjes time që e vlerësoj në çdo moment këtë mundësi që më është dhënë, që jam larguar dhe qëndroj shumë më pranë. E zgjodhet kam përshtypjen që Unë kam zgjedhur personalisht, kam zgjedhur të vazhdoj në ato profesionin tim, tashmë dhe me shoqërinë civile, angazhuar në shumë çështje, është njësoj si të bëj politik, po jashtë tashmë, jashtë atij sistemi. Qërtem, do me thënë, e shoh tashmë nga jashtë, e shoh tashmë nga jashtë me shumë trishtim. Ndoshta, unë kur kam qenë brenda nuk kam arritur ta shoh me sytë siç e shite publiku, mund të mos kem qenë kaq ftohtë saç jam e vërtetë është brenda. Jo. Brenda politikës tash. Po dhe po të kishte pasur spak do ishte shumë i mirë pritur, të paktën në anë personale, por tash jam bërë një po një jam brenda. Tani që e shoh nga jashtë, pamja është jashtëzakonisht e trisht. Dhe më vjen keq sepse po rrisim një brez ku kultura që po jepet është ajo e gjithë këtyre çështjeve korruptive që dalin në pa, të cilat nuk na lejojnë ne të zhvillohemi më tej.